Jo, no. O, nuk punon, ma djavajk. Do me thënë së është të bateria. Jo. Kjo ora vllaj në la shënden. Do të ndreqesh ose ta blesh një tri. Po jo, do të dërgojnë servis. Mendon orë ndreqës. Po dhe? Këto birat a me revole i shputa? Jo, bre birë, po kur kena hynë këtë vanes, ato bira ishin aty. Orën e kena vënu aty për me mbulu ato bira, bre birë. O, i prune i laqët, a? Po, bab, i laqët më të mirat në botë. Wow! Vërtet t'i shërojnë gjitha smundjet këta. Ka ndë grabite, po shumë para këto. Krediti. Aha, po më ka dalë prej meq, krediti. Shpresojnë se Luani do t'i kthej këto me punë, edhe më shumë tjera. Parati mbaj unë, gjersat nisë me punë Luani. Po bush dohet para prakisht? A më kupton? Të kuptoj, si s'kuptoj, po para prakisht Luani du të fillon me punë, e pastaj i japim parat. Bush, t'ja japim mikut parat edhe të kryet kjo Po i punë. njoh mirun, miqët e sotëm, i njoh. O bush, kjo është ma ndryshe, kjo është vetëm ndërmjetësues. A më kupton? Po të kuptoj, be si s'kuptoj, të kuptoj, po atë një qka në kohën e fundit kam filluar të kuptoj shumë gjërat pa kuptushme. Vjen shumë mirë që ke fillu të kuptosh disa gjërat pa kuptueshme. Po unë i kuptoj, po ti si kupton? O bush, disa sende janë shumë qarta. Ta spjegova atë ditë. Mos qofshin. Shif, paret do t'jipen kur të kryet puna. Luan, Marrëvesh? Edhe unë mendoj të presi. mirë si të doni. Vetëm se kam frikë se i komplikojnë pak gjërat. Po jo, edhe unë mendoj mos i komplikojmë gjërat, edhe prandaj të presim konkursin. Tishte për mu sot kishe fillu me punë, vllajem. Sot. Nejse, fajet i kam unë që i hyra kësaj të Qa, lashe. mos je pishman pas ju murë kredia? Nuk jam pishman o bush, po duhet dërzohen paret, ashtu u morën vesht. Shif, Flamur! Genti. Genti. A mundet veç pak se ta bëj një telefonat? Gjë? Liro ma dhomën ta bëj një telefonat. S'mundi. Si? Nuk mundi. Kom dënim me një kohët pa përcaktome, kështu që s'më të lishoj dhomën. Mendoj i burgin. Nuk jem të të marrë vesht. Ato të shkollës, ja kanë qurë notat mobil babit. Nështë se më letë dalë, ka dhënë dënim. Hene? E një jam i dënom, s'më të lishoj otën. Në Gjermani burgin e hash për këtë. $185.000. Rafsh 3.000 euro. Gjente nuk ma ka zënë syri sot hiq. Mos e keni dënu si shumë atë djarë. Hajtë se mësohet. Pa tjetër që do mësohet. Mos ketë efekt kundërt se. Po, edhe mundet. Luan. Po dërgova në mesazh numrin tënd të telefonit atyre të punës. Do të kontaktojnë vetë ata. Mua?
Jo kojshin. Seriozisht e ke? Po nuk është punë për total, më lonë. Më falë për konkursin e ke fjallën? Jo për konkursin, po do fillojmë njëherë me punë. Do filloj njëherë me kontratë, pastaj me shofi. Do me thonë pa vendim. Po lere, hiqu kësaj pune. Njerë të hymë, renda, si thonë, ta fus skambën aty. Edhe unë kështu e pa të mendu. Po, mire, pas ka mendu. Mirë. Mirë. Të shofim atër. Të mbytën dyshimet, ë? Punë të mëdha duan kohë. Parat, unë ja u japë. Po kush, fola njëherë. Paret duhet tipen para prakisht. Vaj, juve ju mashtrojnë atë miqë tuaj, se asi miqë keni ju, duke u kam pa njëherë ftyrën. Kur rinë ata? A në toka? Bashkë aty rinë, ndërto. Nive këto, sende haroni, a i, a ato, a kush janë ata, vetë do në thirin telefon. Shqip, Luan, mëse kemi mbyllë telefonin se mund të të kërkojnë në gjdo të qast. Jo, sa e ka rikova. Po mirë. Flamur, është mirë me dalë që i konkurs sa ma shpejt. Heri rahat kunat. Paret dhe të shkojmë vendin e vetë. Ma lini mu këtë punë. E tani mendoj se duhet ta lironi djalin prej burgut shtëpijak. Po, edhe unë jam për. Prit, se 2 me 2 jemi. Haruat Gentin, 3 me 2. Genti. Hajde. Ngjo. Nëse nuk dush, nuk është problem. Nuk mund të të qej me zor. Vetëm mos më merr kohë më tepër se s'kam. Lutem. E di, të marr vesh, po. Po, qartë është. Aj, tunk. Tunk. Jo, këto duhet që këto është e ke 185.400. Jo, 184.500 duhet. Atër, 500. Po, edhe tash pjestim me... Për sa, për... Edhe herë 11%, a tha 11 atë 8%. Jo, 8, fillon me 8 edhe mbrin një... Po, më të zhvillat, mas disa mujve 11. Po, bëne me 11, pra, të shove me sa do t'i vjen mesatare për një muj. Mirë dita, zotri Lu. Mirë ditë. Tash pjesoj
Sa muj është kredita? 12 a 15? 15 muj? Pjestojnë 15 muj? Pjestojnë me 15. Here 15. Here 5 për çdo muj shkon kjo. Po dhe, ma këto sumën e përgjishme që dul kjo e pjeston për 15 muj. Ku mbetëm të kjo? Po, aty 11%. Kush është? Alo? Mirë mëram, mirë dita, zotri Luan. Zotri Luani? Po, vetaj, kush e kërkon? Drejtori i bibliotekës së qytetit këtu. Zoti drejtori? Drejtori i bibliotekës? Po, si jeni, a jeni mirë. Kërkoj ndjes që ju paraqitem kështu në fakt do t'ishte mirë. Veç desha të them kështu. Jo. Ti bie shkurt të paraqita t'u uroj vendin e ri të punës, zotri Luani. Faleminderit shumë, drejtor. Faleminderit. Po. Nesër mund të vish, nesër është ditë e hënë, apo? Nesër, po e hënë. E hënë, po e hënë. Ashtu, pra nesër mund të paraqitesh në vendin e punës, besoj se edhe e dini ku gjendemi. Po, aty ku keni qenë, apo? Aty ku keni qenë përpara, apo? Pikërisht as 1 centimetër s'kemi lëvizur. Pra, duku nesër njoftohemi, mendoj ndoshta nuk do t'jem aty, po do njoftohesh me kolegët tu, apo... Patjetër, zoti drejtor. Natën e mirë, zotri Luani. Faleminderit. Deshta të ju... Zot... Faleminderit shumë për mundësinë që ma dhatë. Me shumë respekt, Luani. Natën e mirë. Qka? A fol, bese ma hype shtypjen? Më në fund? Në thirën. Hajde, për qka? Në punë. Punë! Hajde, hajde! Urime, Luan. Faleminderit. E gëzof punën e re, punën intelektuali. Faleminderit, bush. Hajde. O, Gjenti, as pja uron babit vendin e rritë punës, a? Urime babi vendin e punës. Nisa i si ashtu është gjithë ditën me që të punë mire, shpaj. Flamur! Flamur! Qka u bo, ho, Luan? Më thirën punë. Nesër do të paraqitem atje. Mas gjë e re, punë e ditme. Për paratë e kje? O, Flamur,
konkursi për në bibliotek halas ka dal? Pse I morëm gjithat kredine? Qush mundet mu pranu në punë pa konkurs? E po natyrisht për një punë si kjo, ku nuk punon çdo kush. Kjo nuk është ligjore. E po, pa tjetër që do t'i marë paret. Vesh nuk janë edhe pak Pa pare. nuk janë pak pare, nuk janë. Shikove, mos I ke për mësimit. Jo, me çfarë pësini? Po, që shumë në ngushtë. Ka uqi? Po, shte ju ma mirë. Shive, pa hajse, së është gjë për rëzimit të zhvillon eshna, të forcohen, adin? Të forcohet edhe kretë trupit forcohet. Hajde. Hajde forcoj edhe pak trurin ti. Hec shkon do më në të ndemso ati. Hajde, hec. Hajde. Mirë dita. Mirë dita. Si e, mirë? Harova të tregoj, e thirat më mësojmë. Kjo është Rina. Rina, kjo është familja ime. Hajde shkojmë mësojmë. Genti. Njerë hinë mrenda, pas taj del konkursi. Gjenerata e keksave. Vel pra një herë. Hođiš? Thanks. You are welcome. Se mbaj mend se ne kështu e kemi mësuar muzikën. Bella e gjenerat. Gjenerat e belas. Gjenerat nuk është gjenerat e krizës, po është gjenerat e cila e bën krizë. Qka ave kjo? Qa? Pa zhurmishta kjo. Pse? Gjon, ka se qunin atë gjeneratën tënde, se qunin? Hani. Folbe se, ose qoma me një SMS dhe përmjet telefonit përgjigjen, hani? Hajde, se pres. Gjenerate art. Hajde. E në ndryquat ju, qofshit ju gjenerate art. Ne jemi gjenerata e art. Oho, se pas kam dit këta. E ne qar jemi? Gjenerate argjent? Jo, ju jeni gjenerata e humbur. Jo, gjenerate humbur, bush është ajo gjenerat që ka përjetu luftrat botërore. Edhe, pastaj? Edhe në luft humb.
edhe i humbur je. I humbur. Prandaj quhet gjenerate humbur. O, ne jemi gjenerate cila ka sakrifikuar. O, ti struc. Jo, bush, nuk e pata për... për ata, nuk e pata për ata. Po shifë, ne jemi ata që kemi luftuar dhe ja u kemi siguruar këtë jetë rahatshme që e keni tash ju sot. Kështu, si të shtriheni, si pashavar. Bush, në rregull, ju jeni gjenerat e vigajve, gjenerat e të mdhejve. Po, jo si këtë gjenerat që nuk e di si ti quajsh. Këto? Kjo gjenerat e kompjuterve. Gjenerat e dembelave. Gjenerat e kikirikave. Gjenerat e pishpirikave. Gjenerat e Spidermanit. E kush është ky? Ndë mësojnë këto, ha? Flamur, nëse mësojnë këta kështu, do të gjesh një zgjidhje. Do të talëshojsh dhomën. Hajde të unë. Ku të ti bush në salona? Luan, hajde pak. Luan, a di pse të thira? Shife, ti fole vetë me drejtorin e bibliotekës në telefon. Ta uroj vendin e punës, të thirin punë, edhe tash nuk du t'i shgënjej shokët. Ta upin besimin të unë, se du të qeli biznis këtu. Ti me punë, Gonxhe e knaqet, baba i nderum, kretë familje e qlirume. Po. Paret ende nuk i kam dur të lira. Po sigur t'o jap të hollat nesër, ose ma mirë kur ta marrë rrogën e parë. Jo, s'vjen parasysh. A dën tjetë ajo rroga e parë dhe e fundit? Mos haro se je pa vendim. Si pa vendim? Do të thuash se mund të nxjerrin për jashtë për çdo moment? Jo, be, s'kupton. Po edhe mundet. Paret janë garanci se nuk të nxjerrin nga puna. Nuk duhet ti zhgënjesh që në start. Po, kuptoj. Kupton, s'kupton kur gjo, kupton. Edhe për punën e vendimit, e shoh se keni dyshime. Ti hyn punë si një. Ti e ke zonë një vend pune aty. E nuk mund shembull ti jepet vendim vetëm një Luanit. Duhet të hyn më tepër vetë në për punë të ndryshme, t'i zini vendet, pastaj kur ndalet muzika, ju vetëm jeni në për vendet e punës. Po këtë me muzikën e ke figurativisht apo? Jo, realistikisht e kam. Edhe këto fjalët përcjellja dhe Gonxhës se nuk kam tërmend mbaj ligjërata gjithë natën. Mirë dhe nuk është problem përsëritje, po ka problem më të madh se ky. Çka polli tash? Ai, roja i parave. Shajse. Luan, e din çka? I gjejti diçka, thuj diçka, mos më le muti tham, se më ka marrë natë për çdo 200 euro edhe zdu më të dialogoj. Si ti them unë? Po thuj diçka tash. Po ti e di se si është ai, pastaj ka problem edhe me tensionin. E pse ngarin dhe i parit t'japish lajmin për kreditin? Po sigur t'ja kisha thonë më vonë ai do bëj hataje më. E po haj tash, haj. Se di. Unë e di. Duhet të mendojmë diçka. Mendo, Luan, mendo. Bush. O, Luan. Qka u bo? Qka rini aty si
kaktusat Kalifornisë. Bush, fjala është për parat. Parat. Ha, a kujtohet se do të arruj tërkon? Do kja mund bank.